A mund të na japësh një këshill për prindërit që i lejnë pas dore fëmijët e tyre në Ramazan? Për të ardhur keq, ka fëmijë që dobësohen në Ramazan. Përkeqësohet morali, fetaria e tyre në muajin e Ramazanit. Dhe për mendimin tim në shumicën e rasteve, përgjegjësinë e kanë prindërit. Sepse i lanë pas dore. Prindi mund të jetë i angazhuar me punë, ose thot pa angazhohet me ibadet, se është kohë e bekuar, është kohë e mirë, shkon babai dhe nëna, falen namazin e teravive, ose falen namazin e natës në 10 netët e fundit të Ramazanit, edhe i lanë fëmijët për shembull në shtëpi, ose i lanë në rrugë. Edhe kanë pllakën celularin, edhe shikojnë pa kufizim. Ose hapin televizorin dhe shohin kanalet në shqip, apo në ndonjë gjuhë tjetër, pa kufizim. Ndërkohë që ka gjëra dëmshme, madje ka gjëra që janë help për fëmijët. Ose mund të hyjnë në rrjetet sociale, mund të krijojnë edhe lidhje të këqija, mund të ushtrojnë edhe vese të ulta, droga, duhani, po edhe muzika është haram. Grupet muzikore janë shumë dëmshme, ka grupe muzikore që u mësojnë fëmijëve immoralitetin, homoseksualizmin, punët e këqija, punët e turpshme, nxisin për pislluk. Allahu i lartësuar na ruajt. Atëherë prindi duhet të jetë i kujdesshëm. Edukimi i fëmijës ka përparësi ndaj ibadetit nafile. Namazi i taravive shumë i rëndësishëm, ose sunet i fortë, por nuk është farz. Prindi ta marrë fëmijën me vete. Sidomos ata që janë kanë mbush 7 vjeç, kanë hyrë për 8. Nëna e merr vajzën për shembull me vete, nëse do shkojë me fal taravit në xhami. Babai e merr djalin në xhami. Kujdesin për të me pas pranë. Edhe fëmija mësohet me ibadetin, të mos shqetësojë të tjerët, po dhe të edukohet. Kështu që muaji i Ramazanit është muaji i kujdesit për fëmijëve. Është një mundësi e madhe për përmirësimin e sjelljes morale të fëmijës, për rritjen e fetarisë së fëmijës. Për të ardhur keq, disa prindër e lënë pas dore këtë çështje.